Qeverit e mahershme, edhe kjo qeveri për punëtorët të sektorit privat Kosovës kanë botë zero për ta. Edhe në rastet të vdekjeve, inspektorët kanë dirigjuar dhe kanë ndihmuar pronarët e kompanive që pajtohet mbetet punëtori i vdekur. Po, ne kemi këto raportet, sepse është fjallë e madhe këtë që e thamë. Po, ne kemi interferuar dhe raporti i inspektorit që ka thonë punëtori ka vdek, po themi kështu, nga përkujdisia vetë, ka dalë kur kemi mund mbledh materialet që ai punëtor pas ka vdek për shkak të pronarit të kompanisë. Shifrat janë të mërshme, ne kemi biseduar edhe për raportet, për shembull pse te inspektorati del 8 punëtorë se 12, e tek na në vitin 2025 kemi 26 rastit të vdekjeve në punë. Ne e konsiderojmë, e tha shumë i këshilltari i ministrit. Në moment kur një punëtor nis me shku në punë dhe prej punës shkon në shtëpi, ne konsiderojmë që është në orarin e punës dhe inspektorati i punës, nëse një punëtor së lëndohet të rrezohet tek një pallat. Dhe ai punëtor nuk vdes në atë objekt dhe vdes në ÇKUK, këta nuk e konsiderojnë si rast i vdekjes në punë, po e konsiderojnë. Gjithsej janë 32 inspektorë nga siguria dhe shëndeti punë që sot vetëm janë klasifikuar. Tani mo inspektorët bëjnë realizimin të inspektimeve në Neçip dhe janë të ndarë nga marrëdhënia e punës së siguria në punë. Besojmë që në kuadër profilizimit do të rritet edhe mundësia e mbikëqyrjes më rigoroze dhe më profesionale që bëhet. Ne kemi shumë fushë veprimtari të cilat janë të klasifikuar me rrezik lartë, po fillojmë me i përmend këtu kuadër zhvillimit që ka Republika e Kosovës hyn ndërtimtaria. Mas ne e kemi prodhimtari, e kemi në kuadër prodhimtarisë, mundem me thonë edhe përpunimet që ka fabrikë. Gjithsejt në këtë periudhë, sa po flasim për vitin 2025, i kemi 305 aksidente, të cilat kanë ndodhur e që janë me të rana, 412 janë gjithsej, pjesa tjetër më të lehta. Gjithsej janë 13 vdekje në vendet punës. Siguria në rrugë në vendin e punës nuk është luks, por është nevojë jetike, sikur se thash pak më herët. Është detyrim njerëzor. Dhe çdo ditë në Kosovë qindra mijëra njerëz dalin në rrugë drejt punës, shkollës dhe familjes. Në ndërkohë mijëra punëtorë gjiten në skele, manovrojnë me makineri të rënda ose punojnë në punishte në fabrika për të mbajtur gjallë ekonominë në lëvizje. Por për fat të keq, shumë prej këtyre punojnë pa mbrojtje të mjaftueshme, pa trajnim adekuat dhe shpesh në kushte që rrezikojnë jetën e tyre. Rritje të ndërgjegjësimit dhe bashkëpunim ndërinstitucional, me qëllim krijimin e një mjedisi më të sigurt për të gjithë punëtorët dhe pjesëmarrësit në trafik. Sot jemi mbledhur për të folur për një temë që prek secilin prej nesh sigurinë. Jo vetëm sigurinë në vendin e punës, por edhe sigurinë rrugore. Duke pasur parasysh të strategjisë së transportit multimodal, reduktimin e aksidenteve me fatalitet në 50% deri në vitin 2030. Edhe pse ka një trend të aksidenteve me fatalitet në rënje, duke pasur parasysh zhvillimin e infrastrukturës dhe rritjen e automjeteve në rrugët e vendit tonë. Megjithatë, duke marrë parasysh politikën e Europës, Vizion Zero, për vitin 2050, me një objektiv të përkohshëm për uljen e viktimave me 50% midis viteve 2020-2030, përmirësimi i sigurisë rrugore vazhdon të jetë një sfidë e madhe.